Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtarë. Edhe sot me lejen e Zotit të Madhërisëm të mundona që ta përfundojmë temën të cilën e kemi filluar që katër xhumë, e cila ka të bëjë me bamirësinë, e që në terminologjinë e shariatit i thuhet zeqat, sadak ose sadakatul fitr e kështu me radhë. Kemi folë edhe për dobit se çka përfiton bamirësi në këtë botë dhe çka përfiton në botën tjetër. Të dashur vëllezër, për bamirësinë janë transmetuar shumë hadithe për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë ardhur shumë ajete në Kur'an të cilat flasin për shpërblimin që në ditë do ta marrin bamirësit, të cilët kanë bërë bamirësi në jetën e kësaj bote. Dhe kur i lexojmë Kur'anin e Kerimin dhe kur i lexojmë të hadithe, secili prej nesh shpreson me kam për ati grupi bamirësve, të cilët kanë dhënë për Zotin e Madhërisëm dhe i kanë ndihmuar shoqërisë, familjeve, rrethit e kështu me radhë. Sepse secili prej nesh lakmon në shpërblimin e Zotit Madhërisëm dhe secili prej nesh nesër ka nevojë me mëshiru dhe me fal Zoti i Madhërisëm. Prej dhuntive, prej përfitimeve që i ka njeriu në jetën e kësaj bote përmes bamirësisë, dhe tash po e fillojmë këtë temë. Të dashur vëllezër, ka premtuar Zoti i Madhërisëm falje për ata njerëz të cilët bëjnë vepra të mira, bëjnë bamirësi në jetën e kësaj bote. Nuk ma men njeriu historia njerëzore që ka mundësi me ardhur në njerin këtë dunja dhe mos më kanë gabimtar. Nuk ma men dhe s'ka mundësi me ardhur askush këtë dunja përveç pejgamberëve, e që s'ka më u përlloq në jetën e kësaj bote, e që s'ka më ngarku veten me gjuna në jetën e kësaj bote. E Zoti i Madhërisëm ka premtuar falje të gjunaheve dhe mëshirë për ata të cilët japin, bëjnë bamirësi në jetën e kësaj bote, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se përmes bamirësisë Zoti i Madhërisëm i pastron mëkatet e njerëzve. Dhe do të kishte mjaftuar që njeriu në këtë dunja me dalë për kësaj bote i pastër me shku te Zoti i Madhërisëm. Pra bamirësat kanë me pas një privilegj të veçantë te Zoti i Madhërisëm për shkak të bamirësisë së tyre. Dhe kur ta shohin në ahiret kopracat, ato që s'kan dhënë kurrë, kur ta shohin shpërblimin e Zotit Madhërisëm që ka përgatit për bamirësat, kanë mi thonë Zotit, kthena në dunja të javë me këtë pasurinë që kena. Por a ditë merr fund gjithçka, sepse askush s'ka mundësi më të kthehet dhe të merr diçka prej pasurisë së kësaj bote. Pra bamirësia ka vlerë të madhe, vëllezër të dashur. Po ashtu të dashur vëllezër, prej mirësive të bamirësisë që i përfiton njeriu në këtë dunja është se Zoti i Madhërisëm sjell te bamirësi lumturi dhe qetësi. Janë disa hadithe që shpesh herë i keq kuptojmë, mas pari na studiuste kësaj feje, pastaj ato që na dëgjojnë. Është një hadith që pejgamberi sa më ka thonë, kush dëshiron me ju zgjat jeta, le të bën bamirësi. Thot kështu tekstualisht. Kush dëshiron me ju zgjat jeta, le të jep sadak. Me bë me ngu këtë hadith tekstualisht, cili prej neve s'ka qef me jetu gat? A ka ndonjë njeri që s'ka qef me jetu gjatë? S'ka. Këtë kem qef me jetu gjatë. A pas ka diçka që është ty në jetën këtë dunjo? Keni pa në shtrat të vdekjes, kur t'i shoh me antarët e familjes ose kur s'provohemi diçka, e kuptojmë sa është e rëndësishme shëndetje, sa është e rëndësishme jeta kështu me radhë. Në ato momente më na thon dikush se mundi me mja zgjat jetën antarit familjes nëse jep një sadak. Çka kish mi bëna? Kish mi dhon deri centin e fundit. Por mja zgjat jetën.
Por ky hadith nuk e ka kuptimin se bamirësia ka mundësi me jashtu jetën dikujna. Por e ka për qëllim se bamirësit në këtë dunja kanë me jetu të lumtur, të qetë. Zoti i Madhreshëm përmes bamirësisë që japin këtë dunja, ju sjell lumturi, i ban të gëzushëm. E lexova në ditë vëllezër se në psikologji që kanë zbulu disa neurone në trupin e njerit, që pithoj kanë neurone dhe lumturisë. Këto neurone po aktivizoj kanë vetëm kur njeriu e ban të lumtur di kanë. E a di se e ban të lumtur të varfrin kur i ndihmon? E çaja kënaqësi, çaj gëzim që t'ja ke dhënë dikujna, përmes neuronit pasqyr, po i thë ka neuroni pasqyr, çka shet tjetër e kopjon veten, kur e shet u gëzu i varfri e ku diçka, të kthehet në lumturi. Vëllezër, kemi thënë se s'po du me zgjanu temën se du me mbyll sot. Kemi thënë nga njerë ndërshkimi më i madh këtë dunja për disa njerëz është kur Zoti jep pasuri, se do mi fundos me gjithçka. A keni pa sa njeri është i lumtur, sa njeri është i pasur këtë dunja, ti çuditësh sa i palumtur është. Allah i ka dhënë pasuri, pse se ai pasurinë e ka lyp. Bilem kanë janë më krijohet përshtypja në këtë dunja vëllezër, çka të lyp njeri Allah i dhanke. Wallahi nëse je shumë marak në pasuri, ka më dhënë Allah i pasuri. Po mos e lut Allah i më dhënë veç pasuri. Po lutë Allah i më dhënë lumturi, më dhënë kënaqësi, më dhënë mençuri, më dhënë bamirësi, më dhënë sene tjera tjetës. Se veç pasuria nuk ka vlerë. Dhe ka disa njerëz në të dunja e kësaj bote s'kan asgjë përveç pasurisë, asnjë vlerë tjetër se ka. Bile me bë më u taku me ta ty minutit do këtë i gjatë, se s'ki qef as me diskutu, se asnjë vlerë tjetër se ka përveç parës. Dhe i mendon që me parë arrin gjithçka. Pra për mirësive, dhe me lutë Allah më në dhonë bereqet në pasuri. E ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allahu jep bereqet dhe gëzim pasuria atyre që e pastrojnë pasurinë. Japin për Allahun xhelle wala. Japin për Allahun xhelle wala. Allahu kur ka folë në Kur'an për ato që i mëshiron, ka thonë alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra, tha do t'i falë ata të cilët japin edhe kur janë mirë edhe kur janë pak malikisht. Sa ai që është bujar të dashur vëllezër, ai edhe kur s'ka jep. Çata shë ka jep. Veç më men, nëse shifni në të varfër që jep sadak, nuk ka mundësi me dalë pse bote pa e pasuru Allahu xhela wala. Dhe më në men, nëse shifni në të pasur që e ka dorën koprac, nuk del pse bote pa e turpru Allahu xhela wala. Ai s'del i lumtur pse bote. Se s'munësh me jetu i lumtur të hang hisën e tjetrit. S'munësh me jetu i lumtur të hang hakën e tjetrit. Allahu thotë alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza. Ata që japin kur kanë edhe kur s'kan. Edhe frenojnë veten, mllefin, nuk përgojojnë. E pastaj thonë nuk insistojnë mëkate, e kështu me radhë në fund të ajeteve sa jetë e gjatë, Allah thot ulaika lahum maghfiratun min Allah. Të tillët kanë me arrit faljen e Zotit Madhreshëm, po jo veç kaq. Wa jannatin arduha as-samawati wal-ard. Dhe kanë me përjetu xhennetin që gjerësia e tij është më e madhe se sa milion herë toka dhe qiellli. Për ata që japin. Dhe një hadith tjetër i pejgamberit sa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaka, bamirësia e zvoglon kaderin, që nën kupton të dashur vëllezër se përmes bamirësisë pasurohet jeta jote. Jeton jetë larg të qiav dhe e keqja se gjon rrugën të ti për shkak të bamirësisë, për shkak të veprave të mira që i bën për Zotin e Madhreshëm. Dhe po ashtu ka thonë pejgamberi se bamirësia i fshin mëkatet qysh e fshin uji pluhnin. Bamirësia
e pastron njerin prej mëkateve, qysh e pastron uji pluhnin i cili bjen në për gure kështë me radhë. Dhe vëllezërit e dashur, por shkak mbylljes së temës, e që është aktuale kjo temë. Gjithmonë shoqëri ka pas njerëz që se dojnë bamirësinë. Nëse lexojnë Kur'anin në surën Yasin, Allahu xhalla wala i ka përmend një grup të njerëzve të cilët kanë bërë fushat kundër bamirësisë. Allahu tha në Kur'an: "Wa idha qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah", tha kur ju tham aty në njerëzve në tokë, jepni në rrugën e Allahut xhalla wala për asaj pasurie që ka dhënë Zoti, qala alladhina kafaru lilladhina amanu, tha ata që nuk besuan ju than atyre që besuan: "A nut'imu man la yasha Allahu at'ama", apo na detyronim ju dhon atyre që Allahu s'u jep? Sepse shpesh e nimi edhe në popullin tonë këtë fjalë, po pse mi dhon non ku si ka dhënë Zoti? Nuk ka gjykim më të keq se ky vëllezër. Mos harro se ti edhe ai që s'po don me i dhon, të dy të lëpin hamar Zotit madhrishëm. Nëse ta nala i nalt të riskin, nuk ka kush po shi jep. Pasha Zotin vëllezër të dashur, nga njerë du të mos provu njerën këtë dunja me a ditë rëndësien të mirës. S'po e bajnë personale, po si shembull po jap. Pata një sprovë javën e kalu, edhe një kohë gjatë nuk më dhanë ujë në spital për shkak të operacionit. Thash subhanallah, një pikë ujë këtë dunja është shumë e vlerë. Një pikë ujë. Allahu po thon Kur'an, as çat pikë ujë sun e pi pa dhënë lejon. Ti vnon pipat doktorin gojë. Po janë miliona qeliza që do të me funksionu me lejen e Zotit madhreshëm. Po i tha Allahu mos funksionon, nuk përbijet ujë. Ku po don me jetu ti, ku po don me marr risk, nëse ti Allahu në refuzon. Ti a mendon që mundesh me marr me zor në tokë të Allahut? Nëse të ka dhënë Allahu, të ka dhënë se të ka nderu. Mos ja refuzot mirën e Zotit. Nuk e ke arrit pasurinë që ti i meqëm, po që Allahu të ka dhënë hisën këtë dunja o vëllezër. Pasha madhlinë e Zotit madhrishëm, Allahu po thot në Kur'an, as një pik ujë më shumë nuk mund me pi njeriu ku t'i vjen momenti me alar riskin une. Edhe nëse janë deti. Keni pa që trupi dhe infuzionin e refuzon. Stop ma. S'ka ma ise. Se s'ka mundësin këtë dunja dikush me marë pa dhanë lejt Allahu Gjellewala. E ata, vëllezër, që s'japin, banën fushat. Qëfar fushate? Se këto njerëz janë prezent edhe në shoqëri tonë. Edhe na kur desmë në ditë si na gjallë, shoqëria ka mundapet ndysh, ka me paset atil që thojnë, e pse me dhanë na? Kur Allahu s'ka dash mi dhanë. Kjo logjike mbrapsht që kanë jetu popujt para Islamit me këtë logjikë. Allahu ju tha, kur ju tham aty në jepni pi pasurisë që ka dhënë Allahu, ata thonë mi dhanan atile që Allahu s'ka dash mi dhana. Kjo është logjike mbrapsht. Mora ka dash ta s'ka dash mi dhanë Allahu çështje tjetër, ama ti dush me dhanë. Ti dush me zgjat dorën o vëllai dashur, sepse për mes bamirësisë jetu deponu për fatin tanë vëllezër. Ka thonë pejgamberi alayhis salam dhe sa mirë ka sqaruar këtë hadith. Thot bamirësia është sikurse në një farë me garancion. Pse garancion? Thot me bë me shku rrugës dikun. Edhe më të nal dikush prej hajna në rrugë. Edhe më thon ja jetën, ja jepe ata që kin xhep. Çka bën ti? Tha e nxjerr këtë shakipe xhepit do të më dhon, se jeta është më e çmueshme se parja. Tha pejgamberi alayhis salam, në ahiret Allah ju thot, sot shpëtoni vetëm bazë bamirësisë. Nëse ke dhon, ke me gjetë. S'ke dhon, s'ki mundësi me shpëtu. Çka bëjmë në atë moment na? Të gjithë pretendojnë me pas diçka, me deponu te Zoti madhreshëm. Por këtë arsye vëllezër, mos e ignoroni këtë. Edhe pse ne si popull po ja them, muna me
muna me kam prej 2-3 popujve më bë mirë sa në ketë rruzën e tokës. Dhe këtë po e thamë me përgjësi më të madhe. Populli shqiptar është popull bamirës. Kina dhe të atil që filozofojnë, e flasin, po kur s'ja kemi nu mena, as e mnoj menin. Kemi dhe të atil që ende se kupton shka jeta, edhe i mendon që është pronari i pasurisë dhe harron se pronari i pasurisë është Allahu xhallahu ala. Malikul Mulk. Ajo që i takon sundimin e tokës në qiell. Por një pjesë e madhe e neve shqiptarëve, muslimanëve jemi bamirës. Elhamdulillah. Por ka popull tjerë që janë më bamirë se na. Ka popull tjerë që hapin më shumë se na. Edhe i varfër i madh, i varfër, varfëria s'ka ishme edhe jep. Pse? Sepse e din që bamirësia është obligim për Zotit të madhërishëm dhe është dhunti e madhe dhe është nderi madh nesër ti me nda ka fshatën e bukës me ato që jeton jetën se bote. Vëllezër të dashur, unë po e përfundoj sot këtë temë. Zoti është të mbrojë.